Debakël ka, por në titullin e tekstit, e jo në sistemin shëndetësor. Ky tekst ka një titull bombastik. Debakël, sistemi shëndetësor para kolapsit, i cili në shikim të parë krijon panik midis lezuesve. Por më poshtë në artikull nuk ka asgjë debakli dhe kolapsi i sistemit shëndetësor. Është plasuar vetëm një raport ditor nga Ministria e Shëndetësisë për situatën aktuale me COVID-19. Këto raporte dërgohen në media çdo ditë nga Ministria përkatëse dhe aty jepen numra të personave të infektuar, të vdekur dhe shëruar nga koronavirusi në nivel ditor. Nuk është e qartë se prej ku në titull nxirret përfundimi se sistemi shëndetësor është në prag të kolapsit, kur një gjë e tillë nuk përmendet as pak në tekst. Nuk ka të dhëna për të se cilat janë kapacitetet spitalore, sa njerëz janë me mbështetje të respiratorëve, a ka respirator të mjaftueshëm. Përveç që dezinformon dhe përhap panik në kushte të pandemisë, një titull i tillë është edhe senzacionalist. Si përhapja e panikut, ashtu edhe përdorimi i senzacionalizmit gjatë pandemisë janë në kundërshtim me dispozitat e kodit të gazetarëve.